me ne është sot në studio Gjergj Xharo, gazetar sportiv. Mendoj që nuk është topi në këmbët e Silvinjos. Sa në mungon ne të ndjekim këtë shembull pra. Edhe unë besoj që nivel për kombëtare nga trajnerët shqiptarë është besnikaf. Më pak ultras, më shumë tifoz në stadium. Ulet e bën llogarin, siç e bën çdo njeri në shtëpinë e vet. Pyet Buffoni për golin mundtar. Ja, ajo që pashta u llaftari sa fare dhe çatë janë për tifozë. Miqtë të Andale Sport, ja ku jemi në një tjetër tryez bisedimi për futbollin, se kështu quhen tani ato ku diskutohet futbolli. Unë dhe Mantha e dim se ishim prezent në një bashkëbisedim edhe me presidentin Duka, Me të madhin Duka, ku na tregoi shumë gjëra interesante në fakt për kombëtarin shqiptar të futbollit, edhe për kampionatin shqiptar, ndoshta edhe për të ardhmen e shumë po themi degëve të tjera të futbollit shqiptar, me ekipet e moshave, me stadiumet e tjera, por për të folur në fakt me atë se çfarë na tregoi kreu i Federatës Armand Duka, me ne është sot në studio Gjergj Xharo, gazetar sportiv. Përshëndetje. Nuk para delën për media, por ne ja arritëm, paguam një shifër të madhe, përkëto që do ta marrim mbrapa nesh, por ja dolëm ta bindim. Ti thoj mendimin tënd, tema e parë që u fol ishte trajneri Silvinjo. Pra, shumë gazetarë kishin njëjtën pyetje, çfarë do ndodhi, dhe presidenti vetë tha që ne do të çojmë ofertën e parë për Silvinjon dhe mbetet dëshira edhe atij për të parë do të vazhdojë me grupin apo jo. E dëgjova këtë, nuk e besoj 100%, jo se nuk dua ta besoj sepse nuk ka asnjë arsye mbase të tregoj të kundërtën, por mendoj që nuk është topi në këmbët e Silvinjos. Pra, fillimisht është federata. Federata duhet bëj rezumen e saj, të shikoj minuset, pluset, gjithçka, më pas të bëj ato llogaritë e tyre sepse i kanë specialistët për çdo temë, jo vetëm sportive, dhe më pas do të shkojmë në një ofertë. Dhe pastaj ka oferta, kemi dëgjuar shpesh që kur dikush nuk do të shkojë diku, si puna ime që çon një çmim shumë të lartë, edhe nuk shkon ose ana sjelltas, bën një ofertë, le të themi jo të pranueshme ndaj Silvinjos, ai se pranon. Pikërisht. Ti zgjedh një tjetër. Nga ajo që u lexua, nga çfarë tha Duka, u lexua sikur Duka kishte në plan të jepte ofertën e parë Silvinjos, por u lexua sikur oferta e Dukës do të ishte më e ulët financiarisht se ajo që Silvinjo ka aktualisht. Unë besoj që nuk kishte më shumë dëshirë se sa, le të themi, detyrim. Pra, është një detyrim që kur përfundon me dikë, kemi bërë këtë punë bashk, unë të kam paguar kaq, ti më ke dhënë kaq, dhe kthimin pastaj do ta ashu, sepse nuk mendoj unë se pavarësisht nëse do të hym më pas në çështje teknike, okay, Silvinjo ka bërë shumë mirë tjera, por uria vjen duke ngrënë, kështu që pra po të ishe ti, hipotetikisht tani, do i thoshe Silvinjos 1 milion euro i ke shumë, do ta ulim pagën? Do e projë si Duka? Unë besoj, edhe jam për këtë jam 100% sigurt që nuk është çështje financiare. Pra dhe nëse Silvinjo i thotë që unë do të qëndroj pa para dhe presidenti Duka, po federata, sepse gjithmonë flitet Duka, federata ka vendosur që të ndërpresim marrëdhënien dhe të shkojë diku tjetër, nuk besoj se është vetëm çështje financiare, sepse në fundit është kombëtarja, është një buxhet që ai është i ndar, nuk është se duhet menaxhosh, këto janë parat dhe po i dhash pak ti, do i jap Florit çik më shumë, nuk e besoj këtë gjë. Po në çështje sportive, në mendimin tënd, nuk e meriton Silvinjo të qëndroj? Unë mendoj që e meriton, për ne po them. Që pa futut ana financiare vetëm sportive. Ana financiare jam dakord që ndoshta 1 milion euro mund të jetë faturë shumë e kripur dhe thotë që ai ta ulim pak. Po na sportive mendoj që Silvinjo ka bërë mjaftueshëm për ta merituar. Vetë presidenti shtroi që tha nga rritjet kemi 2 kualifikime të mira, vendin e parë për europianin, vendin e dytë për botrorin. Pra, nga ana sportive jep një drejt që ka qenë mirë. Edhe Nations League-ën. Gjergj nuk çka përshëndrimin e Silvinjos. Jo. Ky është diskutim sidomos në kombëtare, pastaj sepse hym gjithë, bëhemi shumë tifoz, merremi me emra. Unë i besoj asaj që tha presidenti, shpesh e zbresin shumë diskutimin, e mori këtë, se mori atë, mund të ketë favorizime, por kur vjen puna, unë paktën kam ndonjë përvojë, kam punuar 3 vjet e Partizani dhe unë e di se çfarë heqin trajnerët. Ose dhe ata që kanë punuar e din. Unë e di se çfarë tensioni ka një trajner kur përfundon takimin. Partizani Ballçi, jo Shqipëria me Poloninë. Dhe çfarë tensioni kanë, se çfarë vendimesh marrin, sa të vështirë kanë për të marrë vendimet, edhe më pas nëse bëhen, le të themi, pishman, gjuhë popullore, apo shikojnë që nuk ju ecën, janë gjithkohë dhe mendosh në gjithë këto të fusesh dhe
atë gjën, pra në një gjë kaq të madhe që ti mund të çosh botrorin, të futesh, okay, po heq Mando, po fus Florin sepse Ma do menaxheri. S'ka pari dhe kemi menaxherin bashkë, më duket pak e egzageruar. Më pas kam parë dhe është e vërtet që kam punuar me disa trajnerë, disa dhe të huaj, kanë disa fiksime të jashtëzakonshme, që ti nuk e beson se si një trajner ka diçka në tru dhe thonë që është shumë mirë që trajneri duhet ndryshoj, se po ndryshoj shumë pastaj e humbet. Del nga vetja. Duhet të ketë identitetin e tij. U fol për një trajner shqiptar. Një pyetje erdhi nga Sabina që pyeti për trajner shqiptar dhe vetë presidenti federata tha që ka patur një ofertë zyrtare për Besnik Hasin, por që në moment të fundit u tërhoq Hasi për shkuar te Anderlekti. Edhe unë besoj që nivel për kombëtare nga trajnerët shqiptarë është Besnik Hasi. Pak në nivel ndërkombëtar, sepse edhe këtu kemi, mund të bëjnë shumë mirë, e ka provuar Maqedonia, kanë provuar vende të tjera, po gjithmonë është ai pikë pyetja. Ndërkohë që niveli i Besnik Hasit ishte Olympiakosin e futi në fazë grupesh, me Anderletin e mori skuadrën në vendin e 5, po kishin një play-off. Ka provuar dhe Ligën e Kampionëve. Ka patur një play-off, kështu doli kampion, u fut në grupe. Si statur, si CV, besoj që është një emër i respektuar sepse besoj dhe futbollistët vetë që luajnë tani e kanë parë. Patjetër, si një ish, pra kanë një tjetër vizion për dikë që e kanë parë në stadium duke luajtur Besnik Hasi që në mbrojtësi fort tani e kanë trajner. U përfol që është parë në Tiranë, duka tha nuk e dija që ishte në Tiranë. E besove? Tani që të li Hasi në Tiranë, mos ta di dikush nga federata që është aty, nuk po them duka vetë. A besoj Gjergj është pyetja? Besoj se edhe mund mos ta ketë takuar, por që mos ta dinte, jo. Bukur fort. A mendon që ndikon Gjergj një trajner që është shqiptar ta ndryshoj pak atë mentalitetin e ekipit ndryshe, pasi thon ka dhe emra që thon Lorik Cana, po çka se ai akoma nuk ka një përvojë trajneri, por thon vini Lorik Canën aty se do bëjmë më mirë se një trajner tjetër. Pra, a futet elementi patriotik te kombëtarja kaq fort? Ky diskutimi i kombëtarëve mjafton të shikosh në gjithë botën, nuk thot njëri trajner, po thot përzgjedhës. Pra, teorikisht ai nuk është një trajner, sepse ata janë futbollistët elit të një vendi, të X popullsie, pra ata janë më të mirët e vendit tyre dhe kanë nevojë më pak për tu trajnuar. Ata kanë nevojë për menaxhim. Një diskutim që ndodhi me Ancelotti, me Real Madridin, që tha Beli, Reali ka futbollistët s'ka nevojë për trajner, ke zëvendësat, përgatitësi ta bëjnë ata servitin, e din ata çfarë duhet vetëm një menaxhues. Dhe unë besoj gjithmonë që edhe te kombëtarja e tillë duhet jetë. Pra ti duhet menaxhosh karakteret, ti duhet menaxhosh momentet e futbollistëve. Kujtoj këtu 2016 që kishim një afërsi me Debiazin, tregonte shpesh për shembull situata ka marr Ajetin 6 muaj pas skuadër. Dhe tha, unë duhet ta ndihmoj. Nëse klubi i tij apo menaxheri nuk e gjen skuadrën, do ta ndihmojmë ne. Mori, luajti dhe mos i shmojsh. Okej, gjeti skuadrën, jo, për atë. Pra, them, ka gjithmonë momentet e duhura, një trajner tani për shembull, po themi duhet të fokusohet pak te Yasir Hasani që në Iran është luftë dhe si ta bëjmë ta ndihmojmë. Dikë tjetër, pra, e mendoj gjithmonë si menaxhues. Dhe më pas, padyshim që është dhe ana teknike, por gjithmonë e shikoj si menaxhues dhe më pas se sa menaxhues është Loriku është menaxhues më pas. Menaxhoi gjithë tifozët shqiptarë, jo ata futbollistë, por ka gjithmonë një por sepse futbollistët janë shumë teganjos. Kjo është fjalia që dhëmb. Silvinho nuk ka, do të thotë diçka që kritikohet më shpesh, është që nuk ka arritur kriju dot një modul loje. Ka arritur rezultate, por pa ditur si shkon deri te goli. Shpesh kanë kritikuar që nuk ka një stil loje, nuk ka një ndeshje që ngjan me tjetrën, nuk ka një mënyrë se shtohet goli te kombëtarja. A na mungon ne më shumë identiteti i të bërit gol apo të qenë një ekipi i mbledhur, po them, apo një trajner që thjesht fitoj? Por ne jemi gjithmonë siç e shikoj unë, opinionim. Ne jemi një popull që përshtatemi shumë. Te kemi treguar në çdo aspekt jo sportiv që pas 90-s jemi shumë të etur për të mësuar. Dhe këtë uri që kemi në gjitha këto e kemi edhe në tifozëri. Unë shpesh me shokët, me miqt kur flasim, i them, "Ore, pritore se 2 milion jemi. Kush do bëj podcast, kush do bëj gazetarin, kush do bëj futbollistin, kush do bëj mjekun, kush do bëj..." Pra, edhe numrin e kemi të limituar dhe nuk kemi mundësitë e Gjermanisë apo një vendi 20 milion banorësh që ti të krijosh një brez dhe krijosh dhe identitet, sepse ti nuk ke 3 mesfushor të njëjtë si Aslani dhe do zgjedhësh
Aslanin e parë dhe nëpërmjet lojës së tij do ta ndërtoj edhe këtë, apo të bëjmë një skuadër sulmuese. Ne jemi një vend që kemi futbollistë cilësor, fati ynë i mirë që jemi popull që kemi lëvizur shumë dhe janë në vende të mira në Europë luajnë dhe jam i sigurt që janë futbollistë, por më duket pak shumë e vështirë ti të krijosh një identitet dhe ta mbash. E mban Italia prej vitesh luan në mbrojtje. Italia nuk e mban më. E mbante. U bë 3 botërore që nuk e mban më. Brazilia apo Portugalia, po i kanë futbollistët. Kurse ti je me fazën, në një moment neve vite më parë kishim mbrojtjen më të mirën, pra portierët i kishim të dy në Serie A, 4 mbrojtësit në Serie A. Vjen një moment tjetër mas 4-5 vitesh s'ke më fare mbrojtës i ke tek mes fusha, kështu që dhe trajneri do detyrohet. Nuk besoj se ne vetë mund të krijojmë identitet. Ne do të krijojmë identitet si skuadrat ballkanase. Ballkanaset kanë individ gjithmonë. Kanë patur individ. Kroacia është lart, në Bosnjë ne kështu. Kroacia dhe Uruguay. Bosnia ka botëror. Kroacia dhe Uruguay është i vetmi shtet në botë me 3 milion banor që prodhon futbollistë pafund, janë përjashtime. Mendoj unë dhe Kroacia. Ndërkohë që nuk mendon më faqen pres mendimin. Te Kroacia nuk është filozofia e futbollit. Unë di që klubet atje kanë të paktën 10 fusha futbolli. Pra, mënyra se kanë ndërtuar ata kampionatin e vet, që ndërtojnë talentet e rinj, filozofia e kampionatit që ka vetëm talente kroat, pasi ne ndërhyjmë edhe te rregullat e kampionatit, ne kemi lojtarë të huaj, një ekip po doj bën një mënyrë. A mendon ti se po të ishte kaq e thjeshtë vetëm me një menaxhim të mirë, me një programim të mirë, nuk do bënte futbolli Japonia dhe Zvicra? Janë talentur, po ti shikosh, kush janë pilotët më të mirë makinave? Finlandezët. Pse? Sepse i kanë rrugët me akull, kanë probleme. Kush janë ciklistët më të mirë dhe pilotët më të mirë të motorave? Spanjë, Jugu, Francës, Itali, sepse është koha e mirë, rrugët i kanë me kthesa. Kush janë sportistët më të mirë individualistë? Ballkanasit, peshngritës mundjes, sepse ne nuk luajmë dot. Ballkanasit nuk bëjmë dot, pas bëjmë dot 2. Do të bëjmë 11. Jemi grup me vëlla. Kështu që Kroacia bën përjashtim sepse ka futbollistë. Për te asaj, sepse është e vërtetë që në Kroaci, nëse nuk shkon, nëse nuk largohesh nga Kroacia deri 23-24 vjeç, ata të quajnë kështu pothuajse të mbaruar, pra çdo skuadër është me 23-24 vjeçar. Pra po ti je 25 vjeçar dhe ti të luash njësoj me një 18 vjeçar, ke sigurt që 90% do luajë 18 vjeçar, 10% do i luash ti. Kjo që është edhe e fusha padyshim që është, po tani fusha ja pra po na vin nga Afrika po na vin. Çfarë fushash kanë? Çfarë na mungon ne të ndjekim këtë shembull pra? Të marrin më të mirat. Jo, unë them që duhet gjetur ekspertët, duhet gjetur kush i përshtatet më shumë. Ishte lajm nën lajm kjo në fakt. Misore tha në muajin qershor do të kemi 2, një me Luksemburgun pothuajse e kryer dhe në tratativa thanë me Skilit dhe Danimarkës për një misore tjetër me shumë mundësi të dyja në Tiranë. Por nën lajm i kësaj ishte që përpara këtyre misoreve do jetë kryer muhabeti trajnerit tha. Unë nuk jam tip që pres shumë tha dhe por unë pranë Silvinjo kam ca emra të tjerë në mendje tha. Që një ndër ata mbrapa sken, u tha që një ndër ata mund të ishte edhe Zabaleta. Zëvës trajnerë ta mbash, kush do shika tani, mos bëj nerva. Në 2016-ën, kishte Debiazi? Po. Kishte Tramezani që bënte punë shumë mirë? Po. Do ishte dakord vazhdon Tramezani me kombëtarën? Jo. Unë do isha. Jo, valla, se s'mundet që trajneri dhe zëvës trajneri ti ke ky 3 Kush do shika? Se ti do logjika mbash. Po sepse ai bën mirë për mua Tramezani ka pat kontribut shumë madh. Linja për Gjergjin. Jo, që ka ndodhur shpesh ajo, por unë jam më pra, okay, zëvës trajneri shpesh kur trajnerit nuk i përgjigjet skuadra, mendoj unë, vjen zëvendësi sepse s'duhet ndryshuar. Por fund fare trajneri është ai që me vërtet që Tramezani thonin atëherë që bën gjithë punën, kur kanë bërë 2 intervista shumë gjata në atë kohë dhe me të vërtet ai e kishte kokën gjithën me futboll, por fakti tregoi që kudo ku shkoi pastaj për 2 muaj shkarkoi. Po, e vërtet. Kishte ai karizmën e Debiazit. Pra ata bashkëpunonin si grup, por jo vetëm. Jo, po bënte atë që duhet bënte. Pra ai bënte stërvitjen. Zëvendës trajnerët shpesh janë një urë lidhse midis trajnerit dhe futbollistëve, zëvendës trajneri pas ndeshjes shkonte të gjithë futbollistët, u lodhe kështu. Janë si katalizatorë ata për çfarë. Trajneri mban pozicionin e tij që duhet ta mbajë sepse është i tillë dhe bënte nuk e di si është Zabaleta me Silvinjo. Pas të rregjur që nuk je pas intervista. Po në fund fare Debiazi ishte shumë i rrept, shumë trajner, le të themi, të paktën në ato raste që unë kam patur mundësinë ta shikoj kur ishte Debiazi vërtet, jo ai përpara kamerave, përpara gazetarëve. Dhe mendoj që gjithmonë është shumë e vështirë, thjesht vetëm në rastet kur është një klub që po funksionon në perfeksion,
trajneri për një arsye ose për një tjetër duhet të largohet dhe e vazhdon zëvendësit dhe ka ndodhur shpesh siç ka qenë Hansi Flick. Kështu ishte zëvendës tek Gjermania dhe është këtu ku është Vazhdoi tani. rrugën e tij. Po kur gjë shkon mirë, jo kur ti e Silvinho se s'pëlqen më dhe të morësh ti Po mirë, zapaletën. nuk është se jemi dram tash. Po kur heqim për më mirë. Silvinho. Jo, se e the sigur po e heqim se jemi dram, nuk jemi dram. Jo, se po e heqim për më mirë. Po të mos ta heqim fare. Do kërkoj diçka tjetër. Dje. Kur u kthem te hallet tona, hallet e kampionatit, tema e parë ishte ligji i sponsorizimit. Që është ajo gjë që prej vitesh e plagos futbollin shqiptar, që të gjithë klubet e kërkojnë e duan por nuk po arrihet dot. Të paktën me çfarë morën vesh, është bërë një kërkesë nga qeveria, të paktën është shkruar një draft, i cili është rishikuar nga federata dhe prap ka patur ndryshime edhe aty. Me çfarë u thajan hapat final, me çfarë morën vesh. Tani nuk i dihet, do jetë gati apo do jenë prapë ato fjalët që vazhdon. Tani kjo është pak çështje, mendoj që s'duhet bëj shumë ekspertin se edhe nuk marr vesh dhe një dije përgjysmuar është më keq se pa dija. Kështu që kur un kam filluar gazetarin, fillim viteve 2000, ka qenë diçka, nuk e di sakt 100%, ka qenë diçka formale pra TVSH-ja e atyre biznesmenëve, pra një biznesmen që paguante 21% TVSH për biznesin e tij, nëse ishte sponsorizues, kishte drejt që atë 21% apo 18, 3, pagon 18, ta hidhte në Ta kaloj te klubi. Por besoj unë ka kaq kanale dhe ka kaq është kaq informal futbolli sa që mendoj dhe ata që do të japin parat e preku pak duke dhe ata që do të japin parat kanë frikë se mos nga ana tjetër futbolli do e shfrytëzoj. Pra do t'i marri parat shtetit, do ja japi futbollit, do gjej rrugët e duhura. Ti çoj kanale të tjera. Me këtë argument të ishte shqetësimi kryesor i Ministrisë Financave. Po. Këtë thoshte Ministria e Financave që këto para si do qarkullohen. Si do japim. Pra duhet një rregullator, a do ta bëj federata, a do ta bëj qeveria, nuk e di pastaj kush është më mirë për të bërë, sepse po që ka gjithmonë hapësira të tilla, duke qenë se janë marrje kaq të mëdha, padyshim që pa para nuk e kushton. Absolutisht po, domethënë futbolli, presidentët tani janë presidentët shqiptarë, skuadrë shqiptare për mua janë heronj. Sepse hedhin vetëm lekë vetë. Gjithë flasim, vim këtu në studio, po në fund fare parat që mund t'ja jepte fëmijëve, t'ja jep futbollistëve dhe nuk merr as kënaqësi, po merr merzimi. Merr shame dhe gile pa lekë. Futbolli shqiptar për fat keq ka prodhuar shumë të presidentëve që për shkak të pasionit për futbollin kanë ngelur edhe pa lekë. Po, ka plot rast. Edhe në përbot. Qëndrojmë tek parat, qëndrojmë tek tifozeria, qëndrojmë tek të sharat. Në konferencë për shtyp, Armand Duka kishte lëshuar dhe një perlë të tijën gjatë fjalimit, duke thënë më pak ultras, më shumë tifoz në stadium. Ishte një mesazh për klubin. Kemi shumë dakord me thënë drejtën. Tani, si e lexove këtë lloj deklarate? Mendoj që këtë e kërkojnë të gjithë presidentët e federatave të botës. E dëshirojnë. Mbase ky e thotë dhe tjerët nuk e thonë. Kjo është 100% e sigurt. Pse e dëshirojnë? Për çfarë arsye? Sepse ultrasit, pra, problemat për çfarë arsye? Tifozët janë gjë më e bukur e futbollit. Pra, mua më ngjethet mishi. Point. Shikoj Partizani Tirana. Faleminderit. Por, duke qenë se më pas futesh brenda si gazetar apo si klub, ti shikon që në një ndeshje ku ti merr aq shumë kënaqësi nga tifozeria jote, në fund fare të vjen një faturë që do paguash nuk di se sa. Për ultrasit, sepse ultrasit kanë rregullat e tyre. Po. Klubet e mëdha i suportojnë. Një klub i vogël ka të vështirë. Pra nëse po themi, po marrim Bylis. I dënon. Ku ka Bylis i ultras po hajë? Jo, okay. Jo. Pra ata tifozë ka. Nëse Bylis fiton 5 lekë për një ndeshje. Po. I fiton 5 lekë. Dhe bën llogarit 20 ndeshje, do fitoj 100 lekë. Tifozët hedhin në shishe, federata dënon 10 ndeshje. Që kanë dikuten 100.000 lekë gjobën, zakonisht skuadrat. Mos i hyret ai të dënon stadiumin. Pra ti, atë 5 lekëshin e biletave nuk e merr më. Në 10 ndeshje nga 5-50, nga 100 me 50. Tani ti thua është matematik, mos hynë për. Jo, ti thua pra kallin e skuadrës për gjoba. Nëse ke tifozeri si në Angli, ultraset për në Angli me 2 flamurat lejojnë. Ne s'na pëlqen atë, mos m'pëlqen. Nuk jam dakord koreografi. Pikërisht. Do të shoh. Po Interi para ca vitesh hodhi skuter nga ka 3 në ka 2. Po pra po. Po, por nëse dikush do kishte humbur jetën, apo kush e di se çfarë ka paguar Interi për atë gjën,
Në një klub si Interi nuk ndihet, në një klub tjetër ndjehet. Pra, ne ishim në mos gaboj, eliminatori ishim skuadra e dytë më shumë e gjobitur, a? Po për Europian. Ty se kam pas fajnë ultra, si tash mos më tensiononi. Mirë, mirë. Aty që tifozët që ishin pa organizuar. Po Problem. Thuhet? Tash mua nuk është argumenti Dukës ky për shkak të gjobave. Duka ka të tjera, tani nuk e di për çfarë halli ka Duka. Mund të ketë është shumë personale. Se thua që mos dua tanisa sepse e kam parë, e kam dëgjuar edhe nëpër studia të tjera nëpër Europë që nuk po thotë një se dua ata ultrasit. Problemi është ata që bëri Serbia. Ne shkuam fituam 0-1, se do fitoje do t'i luajë Beograd. 0 shanse do fitoje në Beograd. Dakor. Se do digjej stadiumi nga ultrasit. Na çuan atje sepse ashtu do presidenti, sepse ka hallin e gjobave, moreti 3 pikët. E shef? Shef, pra mungesa ultra. Bumerang, pra tani ore po ma kthejnë futbollin në një futboll amerikan, po e bën gjëra amerikane që shkojnë njerëzit për 90 minutë. Po jo më ja. Shohin Big Brother i pastaj. Se më vlla ke shumë sa duash Gjermani Itali. Ku ke shembull, më vjen keq. Ultras po mos bëj keq. Ke shembull ultras. Ke shembull sa duash, mbasi ne rrafëm mundëm Serbinë në një fitore historike, në miqësor me Jordaninë tur Shqipëri, duhet ta kishte stadiumin plot? Duhet ta kishe. Gjysë kishe. Sepse tifozët e thjesht nuk e ndjen sa e ndjen të tjerë të skuadrës. Nuk kanë grupime të organizuara, vërtet. Tani, dëgjoj. Do themi gjë të bukur, nuk e di. 96 unë isha çuniri dhe erdhi Labush në Tiranë. Ka qenë një grup i jashtëzakonshëm. Më inin atko, erdhën këtu, nuk e di se sa pagoj vefa, se ishin ato paratë atë. Që ishin shumë, nuk u mbush. Ajo që më Alsafa. Më pas 2 javësh, një këngëtar shqiptar nga kjo muzika, s'pe them emrin. Unikatili. U mbush plot. Kjo më Ah, mirë. Këngëtar na 6 muzikë dasmash. Tani ti mos kërko, nuk kemi ne traditë tifozërie. Ty duket. Po të mlo ultrasit pra. Ty të duket, nuk kemi ne. Po ultrasit nuk kemi. Po kishe plisa, ka patur një shembull patë në nuk kemi more. Nuk e kemi traditë. Pse do ta kërkosh? Nuk e ke. Shqipëria nuk e ka traditë tifozën, le të thonë çfarë duan në kohën time, jo mbushe, se ai Stefa shoku ju i ka qef, Qemal Stafa. Po mbushi Qemal Stafa. Në atë kohë po hymi në diskutimi tjetër, ka patur as pak gjëra për të bërë dhe ishte ajo. Edhe prap mbushe me 12.000. Nuk e kemi në traditë tifozën, sepse në Gjermani, në Spanjë luan Real Barcelona, ne jemi në punë, na duket sikur gjithë bota është atje, në të njëjtën kohë luhet Citadela me Avelina. Janë 10.000 veta në stadium. Ultra si që do ti, me flamuj, me këshu, me pankarta, me... Kjo është tradit. Kampionati Gjerman, e pa që kështë ndodhur. Kategoria 5, nuk di se sa mi tifoz. Unë isha në koment, AEK-u me Paokun një ditë për para në stërvitjen e AEK-ut kishin shkuar 7.000 tifoz. Po pse mos ta blëm tani të Shqipëri? Po e kemi, po ne ato pak që kemi dum t'i mbysim, thot ai mos t'i kemi më, thot. Po nuk e ke more se dhe të ndeshjen që ti kujton se është plot, gjysma kanë ardhur kot sepse duhet të jenë. Shqipëri, Angli, gjysma nuk e ndjekin futbollin. Duhet vetëm që të shkojnë atje. Të duhet të eliminojnë. Po pra, dhe ti tash doj me Jordanin do shkojmë unë me ti. Kurse me Anglin do na marrin biletat në dyve dhe do shkojnë 2 tjerë për të bërë foto. Këtë po them dhe unë, do na bëjë komercializëm futbollit dhe nuk e dua atë. Po jo, po asun se dua këtë, po kjo tregon që nuk e ke tradit. Ulet dhe bën llogarin, siç e bën çdo njeri në shtëpinë vet. Po mirë se klubet i paguajnë. Po pra, po ç'të bëj presidenti? I Partizanit edhe i Tiranës apo dhe i Elbasanit paguaj 80 euro një stol. Kallçu dhe në çdo ndeshje shkulen 50 nga tifozët ultras, sepse ashtu është ultras, se po se shkuli nuk është ultras. Natyra vet, po. Bravo i qof, vazhdon punën e tij. Por ai bën llogarit në fund thotë, po si ta bëj? Të kisha ca të tjerë që të gërthisnin si ultrasit, po mos shkulin stolin. Te Final Four-i më në fund, pas 2 edicioneve nuk do të kemi arbitër të huaj, më do jenë gjithë shqiptarë. A mendoj që do kemi më në fund. Më në fund se unë nuk kam qenë kurrë dakord që të ketë arbitër të huaj, se kur ti luan një kampionat të tërë në Shqipëri me arbitra shqiptar dhe në fund fare tek pjesa më e rëndësishme ti heq arbitra shqiptar, ti thyen besimin tek vet institucionet e arbitrat, se çfarë prej ti thot ekipi kur ti vet nuk e beson arbitrin shqiptar aty. Unë kështu mendoj. Pra, më mirë ta gaboj shqiptarë se të gaboj Anthony Taylor edhe në fund fare thot edhe ky thot mbajti krahun dikujt. Më mirë. Edhe për të ndruar xhamin e celularit, ke shok që ka, e du me shok, ndërkohë që i sojësh se s'kemi besim. Dhe duke qenë se s'kemi besim, jemi gjithmonë me paragjykime. Duke nisur nga trajnerët të parët, që kanë paragjykim për çdo arbitër, mbas edhe
Arbitrat pastaj që mos t'i lëm, sigur janë kulluar, kanë dhe ata fajet e tyre, por padyshim që dhe duke qenë se je në këtë pikë, pra me një trajner, me një arbitër, po marr kohë për shembull, ka patur gjithë vitin probleme me Martinin apo një tjetër, shkon finale, merr dhe më këtu, jo se e zbret deri në atë nivel, se pastaj është profesionist. Por krijon një indicje, po. Kampionatin grek, kampionatin arab që e komentojmë ne është i gjithi, me rus, me kështu. Kampionati grek, ndeshjet më të forta merr portugez, tani kishte turq. AEK PAOK. Pra kishte 3 turq. Ka filozofit vetë që merr 3 turq dhe një të katërt. Mendoj që është diçka ballkanike. Pra, Po. edhe atë nxjerrim nga ai sikleti madh, barra vetë që mund të ketë një arbitër për të bërë një ndeshje finale që vihet kaq shumë në diskutim, nuk kalohet më sportivitet sa në çdo vend tjetër. Se të humbësh tu kampionatin, vëlla, ke humbur, diferenca e humbur të kampionatit në vendin e dytë është 1 milion euro. Kush del në vend parë? Për llogaritjet i shkon 1.5 milion euro, në verë kush del në vend dytë mund të përfundojë me futur edhe përfitimet e Championship të gjitha, pra, sikur ti humbësh të 6 ndeshjet, merr 1.5 milion euro. Edhe vendi i dytë është 1 milion euro. Që, okay, sepse derisa ke zgjedhur ta bësh këtë punë, do ta bësh edhe do t'i japësh drejtim. Po shpesh të huajt janë më nuk njohin futbollistët, sepse kanë dhe shumë kështu ti mund njohësh një futbollist, ke një ide shumë të mirë për atë, ai në atë ndeshje mund të bëj gabim, dhe ti idenë e mirë që ke për atë te kalon dhe ana sjelltas. E fal në e mendoj unë. Po, e qartë. Hapim varin të mund? Dhe hapi varin? Atëherë jemi tek rubrika jon, tek vari e quajmë ne, se kështu kemi preferuar ta quajmë pjesën e varit. Dhe tek vari kemi më shumë pyetje personale apo përjetime që ka patur nga jeta jote futbollistike, po them. Pyetja e parë, cila situatë më e sikletshme që të ka ndodhur gjatë një transmetimi live ose jo live, thjesht në fushën e futbollit. Mjafton të jetë kuadrat i futbollit. Ka qenë një ndeshje për qarë dhe për qeshur. Isha në Puk, në mos gaboj. Luante me Teutën. Tërbuni Teuta. Gash Magani ka qenë trajneri i Teutës, më kujtohet. Dhe një futbollist afrikan i Tërbunit ulet në tokë, kishte probleme zemrë. Është ambulanca? Po. Ulet në tokë dhe nuk ngrihet më, vinë të gjithë, i japim ndihmën e parë, unë transmetim duke thënë atë që shikoja. Kështë komentat ndeshje? Koment. Dhe komentoja atë që shikoja, sigurisht me pak kujdes që mos as të bëja panik dhe as dhe ndërkohë stresin ambulancën. Shkon shoferi, nuk ndez ambulanca, se s'ndiste. Dhe vjen zjarfiksja, i vendos kavon ambulancës. Po, ka brezë në botën, i vendos kavon ambulancës, e të req, e ndez. Shkojnë e majnë, djalin pastaj shqyqyra i nuk pati gjë. Lojtari më karizmatik që ke intervistuar? Buffoni. Në Lorboriçi edhe ky. Dia një histori, po. Në Lorboriçi, një ditë përpara ndeshjes, isha për Supersportin, askush nuk e priste, ne ishim atje, isha vetëm unë dhe gazetari i TVSH-s, dhe vjen skuadra e Italisë. S'kishin asgjë në plan, po, me që jemi kështu si gjysmë vëllezër, tentuam ne, thamë, mund të bëjmë një intervistë? Po, na thamë, Venturën dhe Buffonin. Ishte një po e papritur, Po, bam, organizo, merë, kështu, të s'kishte as emisione, as TVSH-s, i bëm të lajmet live. Dhe ndërkohë që gazetari të TVSH-s po bënte Venturën, unë me ishim kështu, 3 metra larg, unë isha me Buffonin. Tanë dia disa histori prej Thomas Trakoshës, që Buffoni kur ka taku për herë të parë Trakoshën, e ka pyetur për disa fjalë të pista shqip. Ai dinte, po e pyeti çfarë do thotë kjo, ai qeshi sepse kishte 2 punëtor në shtëpi, i kishte shqiptar, burrë grua. Edhe ai me qeshur thoshte, ora ata më thonë që ditën ashtu. E pas atë motrën. Ja tregoj unë këtë diskutimin. Dhe i them edhe si tifoz i mine që i them edhe po i goli mundtarit, i thash si do të. Bëri pyet, i që ka pyet Buffoni për golin mundtar. Jo, ishte shumë. Pyetje direkt. Çfarë se pashta çfarë tha? Tu milanista di merda. Edhe më pas foli shumë,
tregoj shumë se si kishe studiuar për Shqipërinë, tha më pëlqen shumë, Shqipëria është unike sepse shqiptarët kanë një shprehje që nuk e ka asnjë në botë. Feja shqiptarit është shqiptaria. Foni ka treguar që do Shqipërinë 2-3 raste kanë parë edhe kur ka ardhur një herë këtu, më duket. Ai ka ardhur me Parmën këtu. Teuta Parma. 93. Teuta Parma. Parmën. Ta morim trajnerë thoni ju tani. Jo, do marrim një shokun nga Italia u shkarkoi. Oh, e dëgjova? Oh! E dëgjua? I kombëtar italian. Dhe ishte shumë mbas edhe madhështia e futbollistit tillë të bën karizmatik sepse s'kishte asnjë lloj legjenda e futbollit. Asnjë lloj barriere përgjigje si deshte, çfarë donte. Gjergj, ti ke vizituar shumë stadiume europiane. Cili është ai që ka lënë më shumë përshtypje dhe e mban mend akoma? Që kemi qenë bashkë. Italia. Gjermani. Itali, Shqipëri. Dortmund, po patjetër. Shiko, unë ne u takuam, më ka treguar skela një histori shumë bukur. Po shikonim ndeshjen Shqipëri-Itali. Edhe po shikonim murin e verdh. Edhe më tha mu, a di tha që unë jam tifoz me Dortmundin? Edhe di pse jam bërë tha haj thash. Ka qenë ndeshje tha, luan me Dortmundin, ne ishim 1-1. Korne për Dortmundin dhe unë si më i shkurtë tha, më çon te mesi fushës. Dhe unë isha këtu, shikoja gjithë lojtarët zonë, murin, murin. Vjen kornja, tha, kërcen, janker, nuk e di kush ishte, bam, gol, tha, 3000 veta, tha, unë ngritën kështu, tha, dhe unë brenda 10 sekondash, tha, u mërzita dhe u knaqa ai shumë, dhe u mërzita ai shumë që dhe nga ajo që pashta, u llaftari sa fare dhe çatër janë për tifoz. Një emocion në momentin. Është një kështu, besoj ata gjermanët janë. Më pas këto stadiumet e tjera, mua personalisht, duke qenë se kam jam çik tifoz me Milan San Siro. Ndeshja që nuk do harrosh kur si gazetar, që e ke ndjekur si gazetar. Unë jam i brezi që jam bërë shumë gabim se s'kemi arkiv. Unë vjen shumë keq se kur kam filluar punën në Telesport, komentoja Kupën Libertadores. Kam padur një ndeshje Boca Juniors River Plate 3-3, 3 gola Higuain. Po ndeshja ishte një natës. Dhe në mos gaboj, kanë që dhe fillimet, ato minutet e fundit duhet t'i kemë bërë në këmbë, luritur, pa e kuptuar, se të merë kështu. Gjergja, a ke një intervistë ka mbetur peng që nuk e bërë dot gjatë karrierës tënde? Ndoshta ka dashur një lojtar, një trajner që nuk e ka arritur dot ta bësh. Kam bërë Razvan Luceskun, tani është djali i Luceskut madh, ai është trajneri i PAOK-ut, po që në atë kohë erdhi luajti këtu me flamurtarin, pra i kam patur mundësit puna, Supersporti më ka dhënë mundësinë që të kisha më pas, padyshim do kisha ëndër të bëja Ancelotin, kur erdhën këtu me Milanin, i pam. Me sa më the do jeshte botërore, kështu që ku i dihet ndoshta qellon aty te Brazili. Po nuk iki Brazili që në grupe. Kujdes. Çfarë ka bën më shpesh publiku kur shikon futbollin shqiptar? Me që ke qenë pra futbolli shqiptar prej vitesh? Ka bën që kujtojnë se komentatorët janë tifozë. Prit. Gjithmonë ka thënë. Edhe po janë, për mua është shumë mirë tjenë. Po shumë rregull. Më mirë, me ju e kam. Më mirë të keni gazetar sporti tifoz, që ndjekin. se bukuroshe që nuk din se kush luan fush. Hajde mirupafshim. Pik. Hajde mirupafshim. E bukur është s'ka shanse, unë nuk e besoj në asnjë lloj niveli, nuk ka shanse që ti vësh dikujt kufjet dhe mikrofonin dhe ai kur të bëj gol skuadra kundërshtare mos të ketë emocionin e transmetimit të golit. Po qartë. Mbrapa mund mërzitet ai që i rraf skuadra. Emocion pozitiv negativ është emocion. Ka asnjë shans. A më vërë mua çdo javë të komentoj Milanin dhe Brazilin, tanë nga 3 gola nuk ka shanse, jo se dua unë, por është e pamundur, nuk e bën dot atë diferencën. Dhe pyetja e fundit, Gjergj, ti e ke filluar gazetarin kur më tepër ka qenë e shkruar besoj media sportive. Tani ka kaluar më shumë në rrjetet sociale. Të duket më mirë apo më keq në mënyrën e transmetimit lajmeve dhe informacionit saktë që merret? Atëherë kishte këtë bukurinë që prisje për ta marrë lajmin. Duhet pra unë prisja të bëheshin lajmet ndarkët italianë, unë dëgjoja që kishte ndodhur me futbollin italian, prisja të dilte gazetat, lexoj, kushte tani lexon shpejt, pra ka 2 anë. Atëherë ishte i ankthi i ekskluzivitetit, tani ekskluzivitet nuk ka skema. Unë vetë personalisht nuk kam shumë i dhënë mas ekskluzive, kam patur 2-3 herë mundësira që më kanë dhënë ekskluzive dhe jo se ashtu, po jam çik tip kështu dhe kam kaluar të ideali lajme se nuk është se do fitoj në një gjë, mbase nëse do të kisha një përfitim tjetër shumë të madh nga ekskluzive, mbase nuk do jepja, po kur nuk ke, unë marr vesh që
Do bëhet Flori trajneri I kombëtarës, po ta them se edhe po e the ti, nuk do të shtohet rroga. Është e tillë, pra. Po ti hysh kështu. Tani, a mund ta mbyll një kuriozitet vogël të fundit? Po, jepi. Se tash vërtet ke një CV shumë të pasur, Jo, komplimente, por unë vdes më shumë për vllajën ta. Tani, çfarë? Erioni ka bërë me rënd dashurin MotoGP-n mu. Tani, çfarë kur Erioni ka bërë më të mësoj motorin më zor. Është gigant. Kur po komentosh Çdo event sportiv Shqipëri. Përmend dhe edhe pilotët e Formula 1-shit dhe MotoGP-s, ke dhe ti pasionin për të sportet shumë motosport? Jo, më ka Jo, dhënë ky me zor. Erioni po jo. Më ka dhënë ky me zor dhe ai Erioni për shembull është I vetmi futbollist që njeh është Ronaldo. Braziliani. Pra e kanë nda detyrat MotoGP me thik te futboll me thik. Haberin e futbollit unë ja kam pak haber, sepse kam punuar, kam bërë dhe lajme për MotoGP-n, për Formulën kur punoja në Telesport që I shkruanim, por nuk jam I dhënë, nuk jam I apasionuar. Nuk e ndjek rregullisht. Para 3 ditësh unë isha ndërmjet makina erdhi me motor, pra kjo është bën diferencë. Kështu dahet detyrat, kush ka një event, kush tjetër. Më pëlqen që janë të dy vëllezër me sporti. Njëri është futbolli, tjetri më te motosporti. Shumë faleminderit. Faleminderit juve, kënaqësi. Ishte kënaqësi që pas kaq kohësh të rikthehesh në studio dhe besoj edhe për ty ka qenë një bisedë e këndshme. Patjetër më jam as. Më bën shumë vështirë. Po shkoj. Kur del kaq rrallë, është më mirë për publikun. Atëherë, Ande në sport kjo ishte për sot, do kam javën tjetër me ftuar prapë veçantë. Kujdes derbin. Andale!